edhe filozofike, por dhe ushtarake, ti nuk mund ta mundësh kundërshtarin tënd në fushën e tij apo ku ai ka potencialin më të madh. Dhe në këtë kontekst vetë strukturat pavarësisht, sepse ne duhet të jemi koshient që Partia Demokratike është e përçarë. Pra Partia Demokratike pavarësisht narrativës që përdor zoti Berisha, që ai e bashkoi etj. Jemi 300.000 vota minus nga 2021, por po them edhe duke njohur Partinë Demokratike, ka plot ish kryetar të Partisë Demokratike që nuk janë bashkuar as me zotin Berisha, po as me zotin Saliani. Kështu që tashmë zoti Saliani do të mundoj që të mbledhi kapitalin e tij politik. Në optikën time, zoti Saliani mund të rrezikojë deri aty që do të jetë i destinuar Flamur Noka ta përjashtoj zotin Saliani për veprimet që nuk i bindet institucionit, dhe mendoj që dera mbyllur është gati e zoti Saliani në Partinë Demokratike. Vetë zoti Saliani tani pikpyetjet janë a do ketë guxim ta vazhdojë deri në fund, a do të ketë guxim ta shpërsoj këtë përballje, sepse në bazë të kësaj diskutimi ne duhet kuptojmë çfarë po kërkon zoti Saliani. Se nëse po kërkon postin e zotit Noka, postin e Kutadiun Bylykbashit apo në garë për kryetarin ta nuk e kam ambicien time në këtë moment. Sepse askush prej këtyre thot nuk, nëse ai kërkon të negociojë postin e zotit Flamur Noka, atëherë të dali dhe të thot zotit Berisha që unë nuk kam gjë me ty, por unë dua postin e sekretarit përgjithshëm apo sekretarit organizativ. Në momentin duhet të artikulohet se ai po shkon thotë të dëgjoj demokratët, por dhe zoti Berisha po thotë të dëgjoj demokratët. Kështu që në këtë kontekst vetë zoti Saliani duhet të jetë i qartë se në qoftë se ai nuk vë gishtin mbi plagët e Partisë Demokratike, atëherë zoti Saliani po negocion thjesht një post të tij brenda Partisë Demokratike që të vazhdojë rrugtimin e tij politik. Dhe më pas me të parë ai do të veprojë. Pra, çfarë sjellë ardhmë as vetë Saliani nuk e di dhe kërkon negociata. Pra, për sa kohë ai nuk artikulohet politikisht dhe publikisht, nuk kushtozohet zoti Berisha nga takimet me pjesëmarrës, sepse është gati kjo prandaj them merr sensacion mediatik. Se Saliani ishte në Durrës me njerëz, zoti Berisha ju përgjigj me njerëz nga Mirdita. Hajde ne tani këtu të gjejmë përgjigjen politike të kësaj situate. Salla i. Kështu që unë nuk i gjej dot përgjigje kësaj. Zotine Zaju, si e shikoni në finale s'ka ambicia për postin e kryetarit të Partisë Demokratike, pra për garën që do të jetë në PD vitin e ardhshëm, po negocion për një post siç tha edhe Ermali, sekretari i përgjithshëm apo nënkryetar apo nuk e di unë se çfarë, dhe a negociohet me Berishën kështu nga salla në sallë publikisht nga ekranet e mediave? Me Berishën nuk besoj se negociohet kështu. Jo, përmes aktivitetit politik negociohet. Unë e thash që në fillim leximi i Berishës për kontributet është korrekt në shumë raste. Përveç leximit tjetër që ka një lexim personal për individ të ndryshëm të cilët i afron për arsye që i konsideron ai. Po ka gjithmonë një lexim dhe po të shikosh në gjitha edhe kur ka qenë në qeveri. Qoftë atë kur ishte në president, rreth rrotull ti në qoftë në kabinet, qoftë në kabinetin Meksi, kanë qenë njerëz të cilët e kanë kundërshtuar Berishën në mënyrë të vazhdueshme, nuk kanë qenë miq të ngushtë të Berishës. Edhe kur ka qenë kryeministër në 2005-2013, po edhe ka bashkëtuar me ta. Si ka bashkëtuar? Ka bashkëtuar, jo nuk shiko, Meksi në 92 nuk ishte një mik i Berishës. Jo, flas për kohën kur ishte. Dhe ishte kryeministër. Kur flas në kohën kur Berisha. Po ndërkohë te kabineti i Meksit po ashtu ishin një tufë ministrash, të cilët po ashtu të gjithë pothuajse me kalimin nga 94 deri në 98 u rreshtuan kundër Berishës. Jam dakord. E njëjta gjë edhe në 2005-ën, edhe në 2005-ën, po atëherë ishte president, po ama ishte president me kompetenca të tjera. Shqipëria ishte republikë presidenciale, jo si sot. Në 2005-ën ai u bë kryeministër, sërish kishte në kabinet